Kosovën. Mirëmbrëma edhe mirë se vini në Kallëzo për me. Heroina, kështu i kemi quajtur gratë e mbijetura të krimeve të luftës Kosovë. Çdo vit afër memorialit të tyre, politikanë drejtues institucionesh vendosin lule e shkruajnë statuse në Facebook për t'i përkujtuar. Por në realitet, 25 vite mas luftës, vendi ynë ka bo qasi byrokracie për këto gra sa janë duke u dekuraju për me apliku për statusin e të mbijetuarave të dhunës seksuale. Përveç kësaj, ato nuk kanë drejtësi edhe për kujdesjen e duhur prej shtetit ton ende. Nga rreth 20.000 gra e burra viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, më pak se 10% janë të aplikuar në regjistrat zyrtar për këtë status. Përveç kësaj, krimet e luftës janë një plagë edhe pas 25 vjetësh, edhe ende nuk ka marrë kjo plagë diagnozë. Për me diskutu për qasjen, gabimet, sfidat e krimeve të luftës, në studio kam ftu Vasfije Krasniqi Gudman, e mbijetuar e dhunës seksuale edhe njëra prej aktivisteve më të zëshme të kësaj teme. Vasfije, në rend parë, kom qenë debat me ty kur shumë gra po të këqyrin edhe po e shohin një mbështetjen ty. Nuk je mo e mbijetuar. Ti e njeri që po i jep zemër tjerve. A një është që ki barë të hatashme prej që ke dalë publikisht me folë, apo të shpaguet që kjo barë që e ki, edhe me faktin që Ramadani kur tull këto dit në publik për dhunën që ka përjetu, a i tha që ti ke qenë personi i parë që ju ka drejtu para grus, edhe për shkak teje, a i sot e ka më atlet me përjetu traumën. A një është që po të kompenzohet që ajo që ke përjetu prej që ke dalë edhe prej që ka ndodhur rasti? Jeta, me daljen e Ramadanit ndihem pak më mirë, se është një viktim që ma vlerëson punën që kom bë që 6 vitet e fundit. Jeta ime ka ndryshu totalisht prej 2018-ës, për jetën personale kom pas shumë atë mirë, shumë atë qetë, para se me dalë në publik. Po tash shpresoj që ta kanë edhe viktima tjera guximin që me folë, edhe unë jam moj me thonë që krenare, që ka marrë forcën guximin për me dalë me folë, i kam besu vetës, edhe tash me Ramadanin, me shuretin që kanë dalë, unë ndihem mirë që nuk po më shkon puna hoqë të viktimat, sidomos të viktimat. Shumë interesant që po thu jetën personale e kom pas më atlet. Njerëzia menojnë që fakt e ki më atlet për që ki dalë, se ti si jeton këto, ti nuk e barë qatë, barë të stigmës të fjallëve të halkit. A ki pas të fjallë të halkit? A e ki letë pëse si jeton këto? Jo, nuk e kam letë. Mendojnë, thonë se Vasfija ka shumë letë, se jeton në Amerike, ka jetën atje ma ndryshe, ma mirë ku të djune, po jo nuk e kam letë, se edhe në ballafaqona, si të gjitha viktimat, me paragjykime, me stigma, me bullizëm, familjen e kam Kosovë, nuk e kam letë, po mendojnë njerëz që e kam të letë, amaja në realitet e kam shumë vështirë dhone, edhe pse jetoj në Amerikë, është shumë e vështirë. A ke mujt tim me i dhonë krah përveç Ramadanit, prej që ke dalë, a ke mujt me i dhonë krah tjerve, qush ka qenë kjo formë ndihmës që e ke ofru tjerve? Në mënyra të ndryshme, unë kam shumë viktima që jam në kontakt me to vazhdimisht, ka viktima që kanë marrë guximin që të folin me familjarë. Masi që ke dalë ti Masi që kam dalë, po, ka viktima që kanë shkuar në shoqata me kërku ndihmë. Ka viktima që edhe nëse nuk kanë mujt me folë me familje, bile kërë kanë ndëgju rastin tem, e kanë marrë mendimin se çka mendojnë familjarët, ku po të djena është bashkëshorët janë vllaznia, çka mendojnë për viktima. E kemi raste të lloj-llojshme, ku edhe vllaznia që nuk e din që kanë motrat viktima, unë paragjykojnë mu kur të mësoj që të më shohin televizor, me fjalë fyse që thonë e kanë kërku vete ku të djena na fajsojnë neve e jo kriminalet serbët. Kemi edhe për aty në vllaznive që jo është poshtërsi për ta që nuk i dalin në krah motres ose grus ose nanës vetë. A ka dikush që i ka dalin në krah motres, nanës, grus, prej që ke dalë ti, e ka ndru menjen? A ke mja ndru menjen dikujt? Po, është një rast që ka ndodhur në Renic,
Edhe gjatë intervistës teme kur në 2018 të ashtu i kanë qenë ato bashkëshorti, edhe ai të folë për mua, të thonë bravo, kështu do të me konë femna, shote Galica, edhe ai nuk e ka ditë për puneve që ka viktim. Edhe gruaja ka hi mrena, ka dol jashtë, të kutelina dhe i ka ullë ato, edhe ka thonë që ku ki shote Galicën. Edhe ai ato ja ka fillu me përkro shumë, edhe me kuptu pse që ka vujt aja si ka vujt prapa perdas që 25 vjetë. Që e grup para se me dalë teja ka apliku për statusin të mjetuarës për dhunë seksuale? Aja ka qenë në qendër, në Drenas, për nuk e di për status nuk e di, ja ka apliku në qatë kohë. Çka menon për procesin e aplikimit të statusit pasi këto ditë u bo zgjatja e afatit të komisionit për viktima dhune seksuale, tash mujnë gratë me apliku gratë dhe burat, si që pam ka dhe burat dhunum, mujnë me apliku dhe në vitin 2027, çka menon për qëtë komision? Spore në mendoj që kjo nuk do të me pas kohë caktune se kur mune me apliku, se krimet e luftës pas një krim nuk ka datë skadimi, nuk do të me pas datë skadimi, kështu që ju shkam ju mos të keshin ato. Procesi se si shkon punat e komisioni është pak i vështirë, si për viktimen, si për komisionin, si për organizatat, ballafaqohen me gjërat ndryshme në komision. A bën me na kallëzu rastin tënd, jo ta kemi parë rrëfimin që shka ndodhë. Mu po më intereson rasti i aplikimit tënd në këtë komision, para se me dalë ti në këtë komision, ke aplikua, po? Po. Edhe sa ke prit ty për me ta dhënë statusin për i momenti që ke apliku? Nëse nuk gaboj, nuk kom apliku shkurtës e mars 2018, edhe nuk është aprovu deri sa kam dalë publikisht në tetor. Deri mas i kam dalë. Mars, do me thonë 6 muaj ditë, e kanë majtë aplikimin tënë. Po. Ti ke dalë në tetor 2018. Po. Vetëm mas bomjes publike të rastit tënë, ku këtë bota ndigjoj, ty të aprovun. Kjo është masi që ti ke qenë dëshmitare në dëshmitare e krimit të dhunimit. Do me thonë ti ke dëshmu, ka pas material gjyqësor, ka pas dëshmi, proces verbal prej dëshmis tone në gjyq. Do me thonë dokumentat i kanë pas. Gjithë e kanë pas. Çka po menon që ka ndodhë? Pse so marrë vendimi pa dalë ti publik, pa e botë madhe? Për atë nuk e di se çka ka ndodhë, unë më kujtohet shumë mirë kur kam apliku përmes KRCT-s, e kam japë dëshmin të Selvia Idrizi, edhe ndërkohë erdhi koku të Adionit që dojshin edhe dëshmitarët me nënshkrue, dhe unë e thash, unë po të rjekna se nuk ja vlenë. Çka t'ju duhet për i rastit tem, ju keni nësët në gjokat të Kosovës. Ke qenë gati, para se më dalë publik, ke qenë gati mu të rejkë për si procesi? Po. Pse? Se nuk dojsha as me maltretu veten, as dëshmitarët, kur se krejt landën teme kam pas se cilën gjokat të Kosovës, nga që kam mujt, dhe kur kum dëshmi. Çka të kërkun? Me ardh prap, me ardh, çka të kanë kërku? Sakt që kam kanë kërku është që dëshmitarët kanë doshtë me shku të dëshmitarët, me monin e shkrim, me letër një shkrim. Dëshmitarët e dhunimit tanë? Dëshmitarët familjarë? Dëshmitarët familjarë që kur më kanë marrë mu, prej shtëpia ta kanë qenë në barë, edhe kam pa që jo marrë prej borri. Nuk i njaftoj ke deklarata jote, mi marrë dëshmitarët? Dëshmitarët po. Ashtu ka qenë. Edhe? A shkun të familja jote? Unë isha gashme me të rjek, po kur dola në tetor, të në shumë ma aprovun statusin. Qka i thunë se grasë ndigjojnë Vasfije, thonë qyre Vasfijes o dasht me dalja publikisht më bojë madhe, për mi pranu statusin, edhe neve, po duka që kjo me kalu në për qëta për mënat. Ka shumë lanë që statusi aprovohet edhe pa dalë para komisionit. Vetëm bazë dëshmis, aja aprovohet. Ka raste tjera që refuzohen punë, prapë se prapë, ju bëjthirje të gjitha viktimave, së është e drejta tyne, ju lejot me ligj, me apliku. Po nëse dikush këshur me ba falsifikime, ato raste unë nuk dhja se që atë thonë për ato raste, se nëse dikush këshur me përfitu, në dhimtën tonë, në vujtjen tonë, aja është të mërshme për një person, për një familjar që e bojnë atë punë. Vasfija, ka kontaktu ty naj gru që ka apliku për statusin e të mjetuarës së dhunës seksuale e o refuzu? Po. Edhe kur ke folë me ta, i ki besu ti? Po.
Çka të ka shti ty me i besu, e komisioni si ka besu? Unë për këtë rast të sigurisht se më dhe shumë e ndihshme, po kur të ullet ty një person edhe referin me ato që ka ndodhë, edhe është puna e emocionet se i bërë një person që ka kalu një traumë ashtë dështirë. Unë nuk e di se që si mundet komisioni me refuzu një qasë rastin nëse është del viktima edhe të rëgonë se qka i ka ndodhë. Edhe janë emocionet që në transferon të komisionit e opinionën, nuk e di se si mundet me refuzu qëtë raste. E tash, pasvije i kimi 2.000 raste që kanë apliku, arsyeja pse po flasim për të është që mbi 300 janë refuzu. A është numri 300 mu refuzu i madh a i vogël për ty? Për mua është numër shumë i madh. Janë 351 raste që janë të refuzune. 351? 351, me ditën e sotit. Është numër shumë i madh, edhe unë nuk jam e pajtimit, pse nëse dikush është lajmëruar në shoqata, po më parasysh, në cilën shoqat na kena 4 shoqata të licencune. Nëse ajo vetë po vjen prej shoqate, ti çka kemi dyshu ato? Se kena viktima na që kanë marrë ndihmë para se mu formu komisioni. Nuk e di pse... Psikosociale kanë marrë ato organizata dhe prapë s'pi besojnë. Edhe prapë ka që refuzojnë. Ti nuk jeni aktiviste e thjesht në stilin që e ki edhe vëllaun që po punon edhe mas daljes tonde, po punon në organizatë qeveritare, po mirët me zbardhjen e qëtëne rasteve, ofrimin e mbështetjes ndaj tyne. Bashk, a keni ndigju për cilat janë storje të rrëfimit që gratë janë të nda me juve, me siguri kanë ma letë, sepse ju keni kalu në për qëtë vujtje. Qka po thojnë rastet, që shtrajtohen komision, qka po i pysin komision? Ka rastet lloj-llojshme, është shumë e vështirë për një viktime dalë para komisionit dhe mu refuzu rasti edhe nëse pyetjet që i bajnë edhe se cilën, dinjiteti është kryesore që për se cilën viktim, dinjiteti është shumë e rëndësishëm me i trajtu me dinjitet viktimat. Për çfarë pyetje ki fjallën? Ndryshme. Ndryshme. Po se... Unë tash paka shumë si jam e të edhe se nuk, po thëmë si jam e vetme, po duhet me punu shumë me komisionin, duhet me punu shumë me secilën shoqat, me qeverin, që me qyrë se qëfar ndryshime është mundu me i bana të komisionit, ku është problemi, çka duhet me ndryshu, që mos me pas ka shumë refuzime, edhe një gjë për e tyre është se se po trajtohen prej, jo prej gjithë, por prej do persona fsaktuna të mbrana komisionit. Ka njerëz që kishën me thonë Vasfije, po për që ata je zgjedh deputete, çka i thua atyne? Ju pa të zgjedh deputete, 2 vjet ke qenë deputete në stilin që peteje, ndoshta kam prit që ti e ngri çështjet me partinë më të madhe në pushtet, edhe kur ty si deputete ty në ngri çështjet, ty të ngon presidenti, ty të ngon kryeministri i Kosovës, ty të ngojnë institucionet, pse je bu person i madh. Çka ndodhi? Çka ndodhi pse nuk mujti Vasfija me çdo çështje që i kërkon edhe te në komision, edhe në debat, te në intervist, në debat i kërkove, pse Vasfija s'ka mujt me u ndigju qaq sa ke fol? Për ato nuk e di, unë kam kërku, këto kërkesat e mi janë prej 2019-ës, që kam kërku me bën ndryshime, por nuk janë realizu, po tash do t'jem aktive si me qeverinë, si me komisionin, si me organizata, që me të vërtet me zgjedh problemin edhe me i bën ndryshimet, që me dalë sa më mirë para viktimave, se qëllimi është për me mbrojt, me i përkrat të gjitha viktima, mu aprovu të gjithat, të gjithës me ju aprovu statusi. Po, prapë se po këthena, po thëmë nëse ka manipulime, unë e kërkoj si për komisionit, si për organizatave, le dalin e të thonë që kjo person për i bon qëto. E jo me jalon veç Vasfija le të folë në emën gjithve, se nuk është e drejtë. Qysh ka kalu Vasfija si deputete? Qysh ke kalu, se përvojën tënde tash s'muj me thonë që je vetëm e mbjetuar, po je edhe përveç aktiviste, ke qenë deputete, kallëzom qysh ish me qenë deputete? Për mu ka qenë shumë shtirë, se kom lanë familje në Amerikë, vajzën e vogël e kom pas vetëm 14 vjeçare. Edhe për shkak të shëndetit, për shkak të familjes, mua më dësht me jap dorëheqje, po nuk është një diçka që kom bën një punë,
të mirë, apo se një ndryshim të madh kur vjen për viktimat. Kam kërku që me pas sigurimin e shëndetit, edhe nuk është ba dhe jom dëshpur shumë që s'ko mujt. Sigurimi shëndetësor që s'ko mujt me ba diçka ma shumë për secilin viktim. Sot ke qenë te presidentja bashkë me një grup të aktivistësh edhe me Shyretin, mbjetuarën tjetër, edhe me Ramadanin, të mbjetuarën që dul këto ditë. Çka folët, çka u morët vesh? Ato është, kryesorja është me kërku drejtësi, secila viktim do të me kërku drejtësi. Kjo është simbolike. A ka më bo diçka? A ka më ndryshu diçka? Shpresoj që po, shpresoj që po. Spare, presidentja neve na përkro shumë, të gjitha viktimave. E kemi në zohë shumë të fëqeshëm, si në Kosovë, si jashtë Kosovës, që na trajton neve me dignitet. Për neve është shumë e mirë kur e kini përfaqësu se është presidentja, që me vërtet e përkrah të gjitha viktimat na inkurohen me kërku drejtësi, me thyr stigmen, është një diçka që ma herët na ka mungu për të gjithëve. Po, por ka njerëz në Kosovë që do të thoshin vasvje ju përkrah juve për me dalë, është një përshtypje, jo për presidentën, po në përgjithësi për politikanë që dalin me juve në fotografi para heroinave, po në realitet, sot nuk kemi shërbime sociale shtesë për gratë që madje edhe kanë marrë statusin, shërbime sociale dhe psikologjike, ginekologjike, krejt tjera. Pse? Plani ka qenë sipas ligjit me u bo një kartel për to, me cilën kishin me te i kalu. Kartela s'u bo. Përkraja po metët veç për me dalë në fotografi. A është e vërtet? A është gabim kjo që pëton? Është pak e vërtet edhe për puna fotografive, se mendojnë se postoni fotografi edhe ta shtërina në përkrajt vasfijes e në viktima, por në realitet nuk është ashtu. Se mas kamerave është shumë vështirë me njerëz caktun edhe me rënë kontakt me to, sa këthejnë e-maila, këthejnë mesazhe, ku të djone. Kështu e njërohëm prej shumë njerëzve që me të vërtet fotografohen me neve, postojnë për neve, por për kundras dhe mas kamerave janë krejt ndryshe. Krejt ndryshe. Mirë, e kallëzove një figurë politike, e cila ju përkra, kush janë këta që s'kthejnë e-maila masi që del një fotografi, që nuk e krynë punën që kërkoni këtë ne? Ka shumë për tyne. Ka shumë për tyne, po me amra nuk është momenti me folë. Nëse mos kohë momenti tash, a keni me njësë me folë me amna? A keni me vazhdu? Qështu diqysh edhe mos me kry punë, edhe me dalë fotografi? Po, nëse tash ma heret, unë do të qëndrojnë Kosovë për ma gjatë, mu merë ma shumë, si me qeveri, si me organizata, me viktima që me të vërtet me ju dalë për kërë se cilë viktim me qka do që ka nevoj. Po du me të pytë për shërbimet që i merë dikush që është në Amerikë, që jeton, edhe jo veç të Shyretja jeton Kanadë. Qka dalon shërbimi psikosocial që e meni atje prej kësaj që e marrin gratë në Kosovë, për shembull? Se po du me marrë si shembull qka duhen me bojë institucionet tona. Dalimi, mu Kosovë nuk kam karo shumë e marrë shërbim në Kosovë, kështu që nuk kam diçka provë personale me krahasu, po në Amerike ki lirin më shprej edhe din se qka foljet ato këmë mbet. Për në Kosovë nuk e di se është ashtu. Edhe pse shoqatat mundohen me bo ato pa mëndshmen që viktimat më njësë sa ma të sigurta, po prapë se cila viktim e ka frikën se mos po dihet se kush është. Edhe ato që kanë lënë komision e që në refuzu ato kërkojnë dosja moteri e komplet veç përshka këta emrit në bëjamrit që mos mu identifiku se kush janë. A ka ndru stigma e fjalëve prej momentit që ke dalë ti në 2018 edhe tu ka referu burin Drenic si shote Galica, sot, qka nin ti prej qëtëre fjallëve? A është halo stigme me kallëzu që kishin edhe nume, a përkrash, as përkrash? Qka ka ndru për daljes tënde në mentalitet prej bisedave që i bën ti? Unë besoj që prapë stigmatizohëm. Viktimat tjera që nuk e kanë guximin me folë, po edhe në shpep, edhe është krejt problemi është rreth familjes. Kena na viktim që ka burin që përkro. Shumë, si burë jam, si vllazërit e mi. Edhe janë shqiptar, sepse po thonë që ti veç pse ki burin amerikan, po të përkro. Nuk është e vërtet. Për shkak të rrethit familjar, se në Kosovë të jeta ju, këto jetoni, e dini ma mirë sone. Në Kosovë jetojna se si ta familja, si o ndi hala, dhe me thonë ne e bojna jetën për dikon tjetër, jo për veti.
Edhe për atë arsye viktimat as nuk dalin me fol publikisht dhe nuk e kanë lirinë më shpreh në familje, veç për shkak paragjykimeve që i bën rrethi familjar është kryesore, që ta bën stigmen. Fatkeqësisht Vasfije, Serbia nuk ka më në Kosovë, po dhunime po ndodhin. Fatkeqësisht, i kemi rastet e ridhunimit një 13 vjeçare që me cilën jemi shoku. Rasti dhunimi që e ka shoku opinionin kosovar. Qysh ja bojnë punës që gratë po vazhdojnë më dhunu mas lufte? Është e të mërshme se që ndodhë, jo vetëm Kosovë, po në gjithë botën, se dhunimi ndodhë si në luftë edhe në paqë, po është e vështirë kur ta bën personi, familjari, pa marrë parasysh se po çka është edhe më e çuditshme, më bërngose është se si e trajtojnë anat që temë. Qysh e trajtojmë? Po shefet, sidomos femrat që paragjykojnë, unë e lexoj komente e fajsojnë viktimen. Aja është 3-14 vjeçare, edhe shkruat të komenti prej një femre, a ki ti prind pse të kanë leju me shku ku ta djene një herë, 2 herë në dyqan dhunusit. Po jo, ti fajso dhunusin. Edhe dhunusi duhet me poliku se kush është dhunusi, edhe familja ti mu tërpnu, se jo me fajsu viktimen edhe familjen e viktimës. Kjo është një temë që është shumë tabu për venin tonë, po ndryshimet kanë me ndodhë, se është rinia në Kosovë që janë shumë mendje hapur, nuk janë si ma herët, po sidomos prej femna, është torpë, se si folin në krasim, arsytojnë, nëse për arsytojnë dhunimin, se qa veshë vajza, qa bani, ku ke, ku ishte. Qka është të ndodhë në Kosovë, është që i kemi 4-5 raste të vajzave nër 18 vjeçare, nër 14 vjeçare të dhunume, edhe shteti nuk po mërin me i mbrojt 25 vjetë mas luftës. Vasfije, tysk të ka mbrojt kërkush në kohë rëbnimi, 2025 nas po muj me mbrojt qikën nën 18 vjeçare. Jeta në Amerikë nësë është një pedofil. Ai nuk ka drejt me jetu ose vetëm mosil me Iroka në shkollë ose ka një diçka ku janë në zonësat ku janë fëmija në moshën 18 vjeçare. Edhe ndodhë në raste që ati ju vnohet të shaja të shtëpia që kjo është pedofil. E në Kosovë nuk i kena që ato. Jo, këtu ka të qikës i vnohet shaja. Po, nëse shteti nuk ndërmarr me ba ndryshime, këto kanë me ndodhë për çdo ditë. Po du tash me folë kur po shtu shteti nuk bën ndryshime për krimet luftës, po du me të kallëzu nuk mirë është me krimet luftës, po çka thu për shifrën që veç 40 polic janë të marrë me hetimet e krimeve të luftës. Krejt krimet që kanë ndodhur, mbi 10.000 njerëz vramë, sot në Kosovë, veç 40 polic i kemi dedikuar më marrë me krimet luftës. Nuk është mjaftueshme, nuk e di edhe për prokuror që merren me krimet luftës, na kemi vetëm 5. Shan takë me prokurorin e krimeve të luftës, ai tha, na mundu me shërtu 5 landë në vit. 5 landë në vit. Edhe ata kanë përmi 1.000 landë prokurori. Sakt. So ko do të me jap Kosova për çdo krime me dalë në dritë. Parafërsisht, i bjen një hetusit policisti, ke folë me prokuror, mirë të kanë kallëzu, edhe një shifër po e jap, hetusi policisti ka 60 landë të krimeve të luftës, një hetus, 60 landë me i hetu. Qysh mujmë na me i dalën kryqë saj me që ka që pak njerës? Po, në besoj që njerës të taktun që merren me këto tema, që mundesh me diskutu me ta, se une edhe nuk jam Kosovë, nuk jam shumë rrjedhave, se di që nuk është numër i mjaftueshëm për krimet e luftës që ka kryer Serbia, mu merr 40 polic ose 5 prokuror me kanë për këto krime. Atëhera është një farë mashtrimi publik të ndodh mashtrim publik duken që pushtetarët tonë i kujtojnë për fotografi, për vjetor, i kujtojnë masakrat, po në fund kur vjen puna me qitë buxhetin të njerëz që me u marrë një ushtri njerëz me këtë punë, na nuk jemi të folë që ato që nuk jemi të vepru për që ato që jemi të folë. Nuk është të vepru askush për ato që flitet jeta. Kemi përveç mungesës hetuzve, a kemi mjaftueshëm sociolog, psikolog që po sheh në për Kosovë të marrë me shëndetin mental? A jemi
tu marrë mjaftueshëm me shëndetin mendor? Sa kanë njerëzit e nevojë për trajtim të shëndetit mendor? Kallëzonan çka po kalojnë këto gratë me cilat po flas? Secili për neve ka nevojë. Po në Kosovë pra paragjykohesh nëse i thu dikujt që bisedoj me një psikolog ose po shkon një termin, ata të paragjykojnë se nuk e marrin kështu diçka që është e nevojshme, se të thonë mundesh me atë kalu vet, mundesh ku ta dione, nuk pandimin e tyne nuk mundesh. Unë në Amerikë jetoj. Po. Edhe shëndeti mendor është kryesorja, si në sigurim ta mbulën 100% sigurimi, se ja dinë rëndësinë se sa është e rëndësishëm shëndeti mendor. Jo vetëm viktimë të dhunës seksuale, por edhe në jetën e përditshme, kjo do të më kanë kryesorja për secilin për neve. Më merr më shumë me shëndetin mendor. Na kemi pas luftë këtu, e sidomos po e marrni shembull, Gjakovën ka qytet me shumë zhdukur, viktima dhunës seksuale, këto e dim për shkak të organizatave që po punojnë atje. A ka psikolog, psikiatra, punëtor social që i ke pati që miren specifikisht me traumën e luftës që atij qyteti? Me pas gjithmonë në dispozicion psikolog që miren me qatë punë? Unë këtë nuk e di, nuk jam e informuar. A menon që bartë të trauma bret mas prezi? Po. Bartët, unë vetë kam 2 vajza. Edhe me përjetimet ato e me historinë teme, është shumë e vështirë për një nanë me përballu për ato që ka ndodhë, edhe kurse e din që traumën po ja bartë edhe fëmijëve, na prapë se prapë jena ndihem të fajshme për atë që na ka ndodhë edhe për nana që jena kanë edhe çka kena bartë na të fëmijët tonë. Çka mujë me bosh është një për fëmijët e atyne që vazhdojnë me jetu në Kosovë, i kemi mbi 10.000 dëvram, që do të thotë mbi 10.000 familje, që direkt janë të prekun për dëvram edhe plot që mungojnë sot. A mendon që familjet e tyne të pagjeturin edhe dëvram ka nevojë 25 vjet mas lufte, ka nevojë tretman, sepse është diçka për cilën nuk flasim, nuk i shohim. Jeta na shqiptarë përgjithësi e kemi harru luftën shumë shpejt. Unë e desha në Poklek, familja Moçolli, po jo vetëm se ka qenë vetëm familja Moçolli. Po se çka ka ndodhur masakre në Poklekut është me të ardhur për këtë çardhje edhe turp se si trajtojmë natë mbjetorit, si të Poklekut, si të masakra tjera, se çdo lloj krimi në Kosovë që ka ndodhur, se si trajtojmë natë mbjetorit, familjarit. Edhe do të më bëjë ndryshime si shteti, si organizatat që me i rrethua për veti se cilën person që me të vërtet me kërku ndihmë për shëndetin mendor se nuk mundem ja dal vetë. E përmene Poklekun, e momentalisht Kosovë kemi një standard, një psikolog për 1.000 nxënësa. Mirë po shumica e masakrave janë kryer në fshatrat ku shkollat sot nuk i kanë as 30 nxënës. Qyshmëri me adresu traumën këta njerëz ku që aty ka ndodhë, që aty e kemi mandej familjet që jetojnë? Dohet më merë shumë, sidomos me rinin, me gjithë se çka kemi kalu na shqiptarët që kemi qenë Kosovë në atë kohë, vitin 98, 99, me çka jemi ballafaqu, edhe me ja kuptu dhimbjen se cilit. Jeta në thonin Amerikë thatë që if you feel pain, you are alive. If you feel somebody's pain, you are human. E na në Kosovë neve qaja na mungon neve, me ndih dhimbjen e dikujt tjetër. Po thu që s'kena empati, se njim dhimbjen e dikujt tjetër? Shumë pak. Unë ashtu mendoj. Shumë pak. Kemi përveç fëmijëve, kemi vetvrasje, fëmijëve traumatizuar brez, kemi vetvrasje të grave e të burrave për ditë në Kosovë. A ke pa në analizë në bisedat që i ke bo me gjithë këto organizata kur punon edhe takohesh me njerëz, se pse njerëz po vendosin me dhanë fund jetës? E pse vendosin është... Jo, me shoqata nuk kam bisedu, po në përfolje realitetin si për një që edhe vetë ju më ballafaqu me në kalunen me ato gjëra, është një diçka që ta mërmenja që nuk mundesh me ja dal vetë pa me ato që të ka ndodhë. Po thut ka frikmenja aty? Po. Po, pse? Pse? Se
Është shumë e vështirë është me jetu me atë që të ka ndodhë, edhe me shoshnin që kena në Kosovë, edhe para gjykimet, une para 2 dite u takova me një viktim, edhe ma bani tha, une nuk dal me folë publikisht me ja qitë marrën vetës ose familjes. Thashe Vasfia dhe mek, une kom fëmi, kom vllazën që jeton në Kosovë, motra, aja është edhe prej viktimave na, mundë më paragjyku pëse folëm. Edhe ato vjen një moment ku ta dionënin dhe që ka një sofrstani që mund shtem për toke. Po, prap, do të me marrë forcën, godzimin edhe me vazhdu jetën. Po du me ju këthy rekomandimeve që i ka Vasfia vetë për procesin e evidentimit të dhunimit në këto komisione, a i shdasht procesi me qenë ma i thjesht, ma i shpejt, ma i pak i mundushëm për viktimat. Vasfia, mendon që ish abuzu nëse thjeshtësohet ky proces tash 2025, sepse ekziston një përshtypje në Kosovë që nuk thuhet shumë shpesh publik që gratë janë të e bajt barën e ligjit të dështum për të veteranëve, sepse o abuzume atë ligj, po thëm të dështum sepse ka evidentu mbi 60.000 veteran unë e kom qenë Kosovë gazetari kur janë demilitarizuar që këja i kemi pas 10.000 njerës demilitarizum apo kur janë qarmatos. 10.000 janë deklaru në 99-ën, në fund kemi përfundu me mbi 60.000 veteran, tash krejt janë tutut, mos po abuzohet me këtë ligj. A është e drejt me bo që të krasim? Nuk është e drejt, edhe unë edhe kur mendoj që është abuzim. Ne të gjithë folin për 20.000 persona. Nëse numri të kalon 20.000, jo 25.000, 30.000, atëherë mundalë se cilin edhe me thonë, vetëm pak, na kemi një për 20.000 e jo për 30.000. Atëherë është abuzim. Po përsa numri është nër 3.000, unë nuk e thomë që kjo është abuzim. Jo, edhe nër 2.500. Edhe 2.500. Nuk po shihe që këtu s'ka naj kërkes me fry numri. Po nëse ka mashtrime, letë me të regojnë mua edhe unë e marë, se thëmë se përsi për qatë person, se cilë për këshur me ba manipulime me komision, se ka loj rasti, as komisioni nuk e kanë shumë letë me atë që balafaqohen për çdo ditë. Se nëse të vjen ty deklarata ku të dion është e njëjtë si e Vasfijes, është e njëjtë e 3-4 veta, ato pak lindin dyshimet. Pa është e njëjtë? Ka raste që janë, ka raste që me pike me prejtë se të ki storin e njëjtë. Ato lind dyshimi. Po në fokusimi jam është se nëse personi është në organizat, ajo organizat nuk do të ashtë as me marë në pyetje. Kur po thu për organizat, janë 4 që i miren që 20 vjetë me çështjen e të mbjetuarave dhe i japin përkrahje dhe i japin ndihmë psikosociale dhe ato kanë kalu qatë veting të këtyne grave, ose po besohen. Ato po ankohen. Besoj që kanë kalu, kështu që nuk ka nevojë me marrë në pyetje ato ku të gjone, po këto ndodhen. Edhe tjetër është edhe viktimat vetë mune më paraqit në komision, mune me pas se si mushet aplikimi, ku të gjone edhe ato mund me lindë dyshimet. është edhe një gjatë që me vllaun e ju je diskutumi, i cili është edhe jurist, edhe ju e ka ngrit këtë çështje që ankimimi i ankesa nëse refuzosh si gru që apliku në këtë gruha burë që ke apliku në këtë komision për njohjen e drejtë statusit, ti nëse e bën ankesën, ankesa shkon apet të njëjtit njerëz. I njëjti komision Vasfije po e këqyrke ankesën. A është kjo e vërtet? Vërtet. është shumë e vërtetë edhe nuk e di pse kam bërë ato, po këtu kush është mirë me ligji do të më ndryshu, se kjo nuk është e drejtë për askënd. Ti nuk mundesh me pas një komision të thotë jo, edhe njëjti komision mas 2 muaj 3, prapë me ta kthye ty përgjigjen se ti e din. Që ai nuk e ndro mendjen e vet. Sepse me bo me ndru mendjen e vet, ai duket që ka gabu herën e parë. I bjen me qit vetën gabim. Kush e qit vetën gabim sot? Askush. Kërkush. Mas ankimimit të një grue, nëse ankohet për çështë proces, ankohet që jo refuzu, edhe për dytën herë ankohet, ka disa gra që komisioni po i thot atë ne, shkoni në gjykat, puna juaj, shkoni në gjykat. Ato kanë shku në gjykat. E kanë fitu rastin në gjykat. Kush merr përgjegjësi që ju ka refuzu grave statusi
Ka dikush që merr përgjegjësi? Nuk e di kush e merr atë përgjegjësi, po jo të gjitha rastet që shkojnë në gjykatë përfundojnë me vendim të mirë. Ka prapë se gjykata të refuzon, pajtohet me komisionin. Gjykata dhe mazi, gjykatës i nevojiten fakte, komisionit jo me do mos i nevojiten fakte gjyqësore për me vendosë. Ka raste që edhe në gjykata e njeh si viktim, e komisioni e refuzon çat rast. Ose edhe rishqeqohet ai prapë edhe kthej marr vendim të mirë për viktimin. Mirë, jo si njeri me shumë autoritet vasfije, ki drejt mu taku me komisionin. A e taku na i herë, me i adresu që të qashtje, mi këqyrën sy, edhe me thonë që kjo është në rregull që jeni të po. E kom planin më taku me komisionin, me të gjithë antarët, se me folë gjëra mas kamerave me ta se si po trajtohen, me ditë se si po shkon procesi, po nuk e kam bënë, po do të bëj edhe së shpejti bile. Organizata me cilat ke punu, në kanë kallëzu edhe neve dhe juve atë thana ditë që i kanë folë me komisionin. Komisioni, në fund, madje ju ka akmarë që aty në organizatave, pse kanë kritiku. Komisioni është shumë i rregullt me majtë takime me shoqata nëse s'ka bëj çdo 3 muaj, nëse nuk ka bëj. Për hakmarrja të nuk kam dëshmi që janë hakmerë. Po du tash me fol pak apo vren ndryshime në Kosovë, pikërisht pse e njeri si po shkon e po vjen, edhe i njeri ka herë i sheh ndryshimet ku shkon edhe po vjen. Kemi pas ngasmime seksuale, një rast madh të ngasmime seksuale të ekspozum në Universitetin e Prishtinës, 27 vajza studente e kanë ekspozu një profesor edhe është detyru mas luftës madhe të protestave që janë majtë, tërheqjes zhak nga policia, jo të profesorit, po të vajzave që kanë protestu. Në fund, profesori është qitë prej pune, a menon që është suspendu një kohë, a menon që po ndryshon diçka, a menon që kjo kultura e trajtimit të grus, si dikur që mund është me ngut, që e ka lypë se po veshët, që është diçka që është të ndru në Kosovë. Po, të ndryshime ka, se ma herët femrat shqiptaras nuk kanë folë për atë, kur është punat e ngasmimit seksual, e kanë, si thonë, na kanë shtinë RTP, e ta shty po folin, paraqiten në rastet, ndryshime ka. Po saj përket drejtësisë e ligjit tonë, nëse nuk ka bëj rasti e më fundit, ndrenis kur ka ndodhur është dënu me 2 vjet burg. Është ashtu. Ajo nuk është e mjaftueshme për dhunim. Për dhunim mas lufte a para lufte? Mas lufte, tash, para 4 vjetën që ndodhë rasti në Drenis. Me 2 vjetë burga nuk është e pranueshme askënd. Kështu që nëse janë dënimet më tashpërta, besoj dhe shpresoj që meshkujt nuk do të me batë punë ashtë të se, po kur të është dënimi, ma i naltë ata mendojnë 2 herë para se me nga s'mund i kanë. Ka njerës që hezitojnë e po du me të pyet për thjesht daljen e një stigma tjetër dhe tash folëm për ngasmime seksuale të grave, po sa ka qenë vështirë me këshillu danin me dalë. A është edhe ma e ramë për to, apo e ka një lehtësi pse o burr e ka përkra gruaja vetë, më falë që po thëmë, po s'ka dalë asë një burr në Kosovë, nuk e kena një që e ka përkra grune vetë burr shqiptar. A keni ti burr shqiptar? Sepse është një farë përshtypje që gruaja e danit është e para që është është bashkëshorte apo partneri shqiptari dikuj që del në publik. Në anën tjetër, tjetër shuhretja e keni letë sepse i keni burrat. Te ki burrin e huj, ajo jeton në Kanadë. Letë nuk e kena asun, as shuhreti, as dani. Po me të vërtet gruaja vetë ka përkro shumë, dani ka pas shumë avështirë, me dalë se mashkull është stigma, se si paraqikohen burrat në Kosovë, edhe ka dosht shumë godim, edhe shumë pregaditje për me dalë, dani me folë të vërtetën në opinion. Se për mashkull është edhe më e vështirë se për femën me dalë. Po thuhet më e vështirë se për femën për mashkull. Po. Edhe më e vështirë. Edhe më e vështirë. Që nuk e di, nuk ka rast në Kosovë, që ngacmohet sën poshtë, sën luftë, një mashkull që del me denoncu rastin, me kërku drejtësi, është shumë e vështirë për mashkull kjo. E sa është vështirë për një burr me dalë me kallëzu që e përkrah gruan e vet, që ka qenë viktime dhuna seksuale?
Qajo a ka ndodhur në Kosovë, a është tabuja e radhës që duhet mu thy. A e kemi një burr që ka dalë publikisht që shdull qika e danit, një burr apo një djalë i nanës që ka përjetu që ate. Nuk e kemi asë një rast vetëm që del me përkra bashkëshorten, motren apo nanën në gjini mashkollore. Po asë femnore jo. Qëka i thuni qasi njeri që e ka një qasi dileme, që ta është menua, është menu veç për të këqijat e asaj që mundet me ndodhë, nëse del në publik. A i kishe me thonë që përjeton të këqija, sepse ti, mas gjati tash e ki e para ki dalë, tu kanë bo 7 vjetë për që ki dalë, a ki ma shumë fjallë për krase, a ma shumë fjallë bullizuse të këqija? Unë kam edhe fjallë bullizuse të këqija, po përkroja që ma japin mu popullë shqiptar, pa më prasysh në Kosovë, Shqipëri, në diaspor, është një diçka që se kom pritas vetë që marë përkroja ashtë madhe. Unë e thomë dikun, është 90% përkroja, 10% është bullizëm e ku të djune. Po aja mu jetë të thashë në jëmë su, kështu që nuk javnoj fort vëmendjen që atyne tjereve që bullizojnë e që më paragjykojnë. Unë e fokusona ma shumë ka këta tjeret, se më japin në forë, se më japin godem që me vazhdo në misionin tem. Që se cila viktim Kosovë me pas lirin më shprej. E po du me e qita vetën që ta është e gjeta në gabim se vllojat ka dalë me të përkraty. S'ka qenë letë jove që ka dalë me të përkraty, po është të vazhdu aktivizmin në gjdo vend të mundshëm po del publikisht po vjen po të përkra. Prezenca e ti fizike për mu është kogja e rallë. Prezenca fizike në gjdo event që mirët me viktimat. Qysh muj me repliku që ato? Sa vështire ka po saj? Pse ai vazhdon me qenë interesum që tem edhe nuk po më shefët? Po ku ka kamera po vjen? Pa më parasysh janë kamerat e jo. Pse ai ka zemrën e direkt me rastin që më ka ndodhur mu, vetë që kem historinë në familjen tonë, po na fio nuk është i vetëm në familje tanë që më përkra mu. Po kjo është në Kosovë, edhe bjen ma shumë mu merë me, ku të dirë me njerëz dhe me media, po mu të gjithën përkrahin, po nafa mu më ka pikdopt, se është balafat shumë me trullit thashtë të thomë, si në Kosovë ma që ndodhen. Nuk e ka pas letë nafa, sot nuk e ka letë, mas 7 vjetë. Tash, për me pas, në fund të intervjisës, po du me indigju thjesht rekomandimet konkrete tuja lidhur me nevoja që i ka ngratë. Ideja e kartelës. Qa ka qenë ideja e kartelës që është dash me pas gjdo viktim që ju ka dhënë statusit të mbjetuarës, sepse përveç ati pensioni, ato kanë mujt me përfitu diçka tjetër në bazë të ligjit. Çka është puna e kartelës? Po për me marrë beneficione tjera, këto kanë kërku me pas një lloj kartele, ku ato ndifen si viktim civile, se ti nuk mundesh me qitë në dokument që është viktime dhune seksuale, po vetëm viktim civile, që me pas dëshërbime si kanë tjerat viktimat civile të luftës. Ato edhe kërkojnë secila viktim. Këto drejta i kanë shumë kategori tjera sociale. Drejt për shembull mos me pagu tatim, drejt për trajtim shëndetësor pa pare, transport publik për shembull pa pare. A i keni ju qëto, gratë që i keni marrë statusin e të mbjetuarës? Jo, nuk e kena. Nuk e kena. Edhe ato e kërkojnë që ata se pse me bo krahasimin kur vjen punat e viktimat e luftës, ato dhe më trajtu se cila njëjtë. A e din ti kush ka qenë përgjegjës për me implementu zbatu që të punën e kartelës? Cila ministri, cili institucion është dashur me këtë? Nuk jem djeni, jo. Edhe, a është kjo pjesë e aktivizmit që keni me bo tash, me insistu mu bo kjo kartela? Po, shpresoj që po dhe tash se tash ma heret, kur të kthejeme jetu ma gjatë në Kosovë, do të merrem sa ma shumë për me ja lehtësu jetën se cilës viktim, se të puna komisionit, se të organizatat që me të vërtet ato mundi që vasfia jove që pëse dull e folje e thejta bun, po me jo dalë krasë e cilës viktim. Se ajo është që e du prej vetë vetës, me javë lecu se cilës viktim jetën. Përveç anës sociale, po më intereson të ana shpirtërore, a jemi të bo bëll me kujtu, ana e memorialit, e memorjes kolektive për viktimat e luftës, edhe të mbjetuarit e masakrave, jo vetëm të dhunës seksuale. A shenë Kosovë që ka mjaftushëm njohjet kontributit të civilve, jo të komandantave,
po të civilve? Nuk ka aspekt mjaftueshëm, jo. Nuk ka. I kemi disa muze që janë të qelë. Muzeu i grave të mbjetuara të dhunës seksuale është qelë për herë të parë si vjetë. A është shaj e mirë që është një vend ku njerëzit mund me orë me vizitu? Është shaj shumë e mirë, edhe pse ka ndodhur pak më vonë, është shumë e mirë. Nuk kam pas mundësinë ende ta vizitoj. Kështu për afër me di se çka ka krejt ato. Po dohen më shumë muze, më shumë libra. Kemi qindra buste që dedikohen herojve Vasfije, po diqysh të grave kena qatë një heroin edhe me që ato u kry puna. Pse po menon që minohet për shembull kontributi i grave? Pse na second class citizens, për gratë në Kosovë është ashtu. Qytetare trenit dytë po menon? Po. Nuk trajtohem njëjtë. A mujmë na me kallëzu historinë e asaj që na ka ndodhur nëse nuk i përfshim edhe gratë edhe fëmijët edhe civil? A na besojnë nëse i qesin veç burrat aty? A do kemi fals? As do kemi fals? A qashtu është këtë botën gjithmonë komandanta dali? Na jena pjesë e historisë. Historia e Kosovës nuk shkruhet pa viktimat e dhunës, pa fëmijët, pa civilt, nuk shkruhet historia e Kosovës pa neve. Nuk është veç për të komandant. Çfarë janë komentet e tuaja ose rekomandimi jot për dikon që do me hi në politikë? Ti ke hi, ke dal, qa i kishe thonë dikujt? A je pishman, as je pishman që ki hi e ki dal në politikë? E ke provu veten edhe aty. Sot, për dikon që menon që mundet përmes politikës me shty, nështë edhe që ta, memorien për, me shty rëndësinë në shoqëni për diçka që ka ndodhur gjatë luftës, na kemi menu që me ty, prezenca jote në parlament është simbol që mos me harru që na ka ndodhur, se kena Vasfije në parlament. Në parlament na kena shumë gratë fuqishme, që me të vërtet bojnë punë të mirë, bojnë punë të madhe. Po nëse dikush mendon se me him politik, ato nuk kam koment shumë, se dohesh me pas forcë edhe guxim për me kanë ato, po mbi gjitha, gjithë familjen. Faleminderit Vasfije. Nuk ja vlen me hu familjen për kërkën. Ata që janë në Kosovë, nëse veç janë këtu e kanë familjen e afër, i kishe Është ndryshe, po, është ndryshe. Sa më shumë me pas në ato. Ti vetë, a je pishman që ki në politikë? A jam pishman? Po. Nuk është që s'jam pishman. Se po të me kum pagu shumë shtrejt. Mirë, të presim si aktiviste, tash që je me shnet ma mirë. Je me sardëm kur do me na mobilizu ekipin ton, konsiderat që ekipi jonë ligjor edhe aktivist është në dispozicion të komunitetit tanë kur të keni nevojë me shty edhe me avukuse anë me institucione. Shumë faleminderit. Mos na ndroni. Faleminderit shumë. Ishte kjo Vasfije Krasniqi Gudman në intervistën për Kallëzo për një me. Vazhdonim na shujt në kallëzo.com deri javën e ardhshme, deri herën e ardhshme kur na ndigjoni edhe na këshirni natën e mirë.